Kreu i Partisë Social-Demokrate Tom Doshi vijon të jetë protagonist në skenën politike me sulme ndaj të dy krave, si Majtas dhe Djathtas. Në një takim të zhvilluar sot në Kukës, Doshi akuzoi Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste për presion ndaj administratës dhe manipulim të votës. Ai u bëri thirrje qytetarëve të votojnë të lirë pa ndikime politike. Ju e shihni sot presionin që bëhet një administratën për mas me na votu ne. Pra s'do me lënë të lirë qytetarin me të votuar, do me votua stritim. Në fjalën e tij, Doshi nuk kurseu as kritikat ndaj kandidatëve të vendosur nga partitë kryesore në Kukës, duke ironizuar sidomos përfaqësuesin e PS-s, Ed Shalci. Nuk do me votu Ed Shalcin, se Ed Shalci nuk ka lidhje me Kukësin. Mori Ed Shalci natë. Thashun, çfarë don ti në Kukësin has? Ti dën përkthyesi, thash, ata s'marrin vesh ty. Përballë mbështetësve të tij, Doshi akuzoi dhe kandidatin e Partisë Demokratike, duke pretenduar se mandatet në këtë zonë janë blerë. Edhe ky tjetër që janë listë PD-s, çka ka bën për Kukësin? Ai ishte në mandat tjetër. Ky e ka bler mandatin. Sali Berisha në listë Myllën, tani ju ka kërku lek për me majt partinë. Deklaratat e Doshit vinë në një klim të tensionuar elektorale, ku ai po kërkon të faktorizojë Partinë Social-Demokrate si alternativë për zgjedhjet e ardhshme.